Situata është edhe më dramatike dhe po kundërmon në mbar Europën, në kancelarit europiane dhe kudo nuk flitet gjë tjetër vetëm për akshin. Dy arsye. Po. Edi Rama ka përdor akshin për të përgjuar, për të kontrolluar, jo vetëm çdo qytetar shqiptar, por dhe çdo të huaj në Shqipëri. Nga akshi janë eksportuar të gjitha dhanat, sekretet Shqipërisë dhe ato të Aleanca Atlantikut Veriut, tek organizatat kriminale dhe armiqtë e NATO-s. Dhe kjo përbën një dhunim të madh të sigurisë, jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin dhe Europën. Por akshi është një monedhë me dy faqe. Në një anë është lindja e akshit, në anën tjetër është lindja e Surrelit. Dhe kjo e trondit Edi Ramën. Kjo e shkatron Edi Ramën. Ndaj dhe jam sot këtu për të bërë thirrje qytetarëve shqiptar. Shpresa e fundit e Shqipërisë janë ata guximtarë që do të vendosin të protestojnë gjërë largimin e Edi Ramës nga pushteti. 24 janari është një datë jashtëzakonisht e rëndësishme në përpjekjen për të rrëzuar këtë regjim, këtë organizatë kriminale që nuk je fastidigj pushtetut as norm standard. Mbar shqiptarët, kudo që janë, njerëz të lirë në Europë dhe në botë, presin me 24 maj fjalën e kryengritjes paqësore të qytetarëve, me 24 janar fjalën e kryengritjes paqësore të qytetarëve të revoltuar të Tiranës dhe mbar Shqipërisë. Ndaj dhe në ora 5 të datës 24 janar ftoj çdo qytetar të Tiranës dhe të mbar vendit të mbushim sheshet dhe rrugët e Tiranës për t'i dhënë leksionin e merituar Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij. Faleminderit. Pas 4 ditësh pas protestës së 24 janarit, me 28 do të mblidhet Këshilli i Mandateve me kërkesë të Partisë Socialiste për imunitetin e zonjës Balluku. A mendoni se pas ngrirjes së procedurave, majoranca do të shkojë drejt lëshimit të Ballukut, nëse mund ta quajmë kështu? Faleminderit. Edi Rama ka vendosur të mos i heq imunitetin Lubi Ballukut. Edi Rama nuk i heq dot imunitetin Lubi Ballukun sepse është vetë. Është vetë. Është Lubia me pandollona. Është vetë. Atëherë janë qytetarët ata që do përsaktojnë me revoltën e tyre, do mbrojnë kushtetutën dhe ligjët e vendit. Por Edi Rama nuk e heq, qytetarët do ta kenë të qartë këtë. Berisha, a keni një koment në lidhje me konstatimin pas hetimit të prokurorisë së përgjithshme se gjyqtarja Irena Gjoka ka fshehur në deklaratën e saj dënimin nga Greqia, nga vendi fshin? Mediat
Dje shpërndan